Tirana po përjeton ditët e saj më të zeza. Edi Rama dhe Erion Veliaj, dy krye banditët e rilindjes, edhe në këto ditë të fundit, të mbetura për narkoshtetin, po dëshmojnë se për ta mirëqeverisja e krye qytetit nuk ka qenë kur fokusi i tyre, por se vetëm plaçkitja edhe e qindarkës më të fundit ka qenë dhe mbetet i vetmi prioritet për klikën mafioze në largim. Autonomia dhe ligji për pushtetin vendor është asgjësuar nga dy banditët Edi Rama dhe Erion Veliaj, njësoj siç u rrëmbyen në mënyrë antiligjore kompetencat e Këshillit Bashkiak për t'i hapur udhën incenatorit që nuk ekziston. Lufta mafioze mes dy krye banditëve të narkoshtetit, Edi Rama dhe Erion Veliaj, ka shpërthyer me egërsi edhe publikisht për kontrollin absolut të Bashkisë së Tiranës, duke dëshmuar në mënyrë të pak kontestueshme se ky institucion është kthyer tani më në një plaçk për mafiozët e rilindjes. Kjo përleshje e pamëshirshme mes dy klaneve të krimit shtetëror nuk është thjesht një përplasje për pushtet, por një betejë mafioze ku secila palë kërkon të marrë nën kontroll burimet financiare të kryeqytetit dhe të vazhdojë pa ndërprerje skemën monstruoze të zhvatjes së taksave të qytetarëve nëpërmjet aferave të përbitshme si ajo e incenatorit që nuk ekziston, pagesat për të cilin ende vijojnë të kryen. Në këto ditë të fundit të pushtetit të tyre kriminal, dy bandat brenda narkoshtetit ka nisur të shqyen egërsisht njëri tjetrin, duke u përplasur në një luftë të paskrupullt për dominimin e aseteve dhe pasurive publike të Tiranës. Institucionet e Bashkisë së Tiranës, të cilat prej kohësh janë kthyer në makineri gjigande të pastrimit të parave, të pista, të krimit, të organizuar dhe të korrupsionit, si dhe të shpërdorimit të fondeve publike, janë tashmë arenë e një betejë mes klaneve mafioze që deri dje bashkëpunonin për të vjedhur qytetarët, ndërsa sot po han kokat e njëri tjetrit me metoda të dhunshme dhe të paskrupullta. Kjo luftë për territor mes dy bandave kryesore grabitqare të rilindjes ka kaluar tani më çdo kufi, duke sjellë një paralizim total të funksionimit të Bashkisë së Tiranës. Qindra mijëra qytetarë kanë mbetur në mëshirë të fatit, teksa shërbimet publike janë braktisur dhe institucionet lokale janë kthyer në vende përplasje mafioze ku urdhrat për emërime dhe për shkarkime zyrtarësh jepen dhe anulohen si një fush betejë mafioze. Nuk është më sekret se tani më sejmenët e dy grupeve të drejtuara nga Edi Rama dhe Erion Veliaj po përplasen hapur, madje duke ndaluar me forcë futjen e njëri tjetrit edhe në godinat e institucioneve shtetërore që janë në varësi të Bashkisë së Tiranës. Më e tmerrshëm është fakti se këto lëvizje mafioze drejtohen nga dy qendra të errta pushteti, urdhrat nga qelit e burgut të Durrësit, të cilat anullohen dhe kundërshtohen me urdhra nga bunkeri i Surrenit. Kjo është dëshmia më e qartë e përpolitjeve të fundit të regjimit kriminal të ndërtuar në këto 12 vite, i cili po përjeton një krizë të thellë, të brendshme që vetëm sa do të thellohet çdo ditë deri në momentin e shlirimit përfundimtar të Tiranës më 11 maj. Në këto ditë vendimtare, drejt 11 majit, qytetarët e Tiranës do të vrapojnë për të dhënë verdiktin e tyre final dhe për të ndëshkuar masivisht me votë mafjen e incenatorëve që mori peng bashkinë e tyre. 11 maj nuk është thjesht një datë zgjedhjesh, por një referendum popullor kundër rrjetit mafios që shkatërroi Tiranën dhe vodhi përbindshëm taksat e qytetarëve të kryeqytetit. Tani më qytetarët e Tiranës kanë në dorë shansin historik për të shkatruar përfundimisht këtë regjim kriminal dhe për të shliruar bashkinë e kapur peng nga kthetrat e mafjes shtetërore
dhe krimit të organizuar vendas dhe ndërkombëtar. 11 maj është dita për të ndëshkuar Edi Ramën dhe Erion Velien, që së bashku dhe tek e tek kanë vjedhur dhe kanë zhvatur në mënyrë të përbindshme taksat e qytetarëve të Tiranës. Vetëm duke votuar për koalicionin fitues PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe duke votuar masivisht për presidentin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta, Tirana do të çlirohet përfundimisht në 11 maj dhe do të triumfojë mbi mafjen që ka gjunjëzuar kryeqytetin tonë për vite të tëra. Tirana Madhështore, që meritojnë të gjithë qytetarët e saj, do të ndërtohet vetëm me një vot plebiscitare për koalicionin PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe me një vot masive për presidentin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta. Meta për Tiranën është garanci për demokracinë, për Tiranën e lirë dhe madhështore dhe për rikthimin e bashkisë së kryeqytetit plotësisht në shërbim të qytetarëve. Faleminderit.